Këto shenja të horoskopit nervozohen për çdo gjë të vogël, a jeni edhe ju mes tyre? 1. Dashi, vulkani që nuk ka buton stop. Dashi nuk është thjesht nervoz, dashi është një bombë atomike me sahat që ecën me shpejtësi skëter. Ky njeri nuk e njeh fjalën prit. Për dashin, bota duhet të kishte mbaruar dje, jo sot, detaji i fshehur. Nervozizmi i tij fillon që në mëngjes. Nëse nuk i del kafeja siç e do, ose nëse i humbet çelësi i makinës, i gjithë qyteti do ta marrë vesh. Ai bërtet, përplas dyer, mallkon fatin dhe pas 2 minutash të thotë: "O shpirt, po ham gjë?" Kjo i çmend të tjerët. Ata nuk e kuptojnë se si mund të kalosh nga lufta e tretë botërore te paqja e madhe brenda sekondës. Pse shpërthen? Se i duket sikur të tjerët po ja vjedhin kohën. Nëse je në makinë me një dash dhe ti po ecën me 40 km/h, ai do të shohë sikur je armiku i tij më i madh. Ai do të thotë: "Lëre timonin, se po e ngas unë." Parashikimi: nëse ke një dash në jetë, mos u mundo t'i mbushësh mendjen kur është full me nerva. Vetëm hesh dhe ulu, prit sa të kalojë stuhia. Po i ktheve fjalën, ai do gjejë argumente edhe për gjëra që kanë ndodhur në kopshtin e fëmijëve. Dashi është fitili që ndizet i pari dhe digjet më shpejt. 2. Virgjëresha, mizantropi i detajeve që të çmend me logjik. Virgjëresha nuk bërtet si dashi, ajo të vret me pambull. Nervozizmi i saj është shkencor. Ajo ka një listë në kokë me të gjitha gabimet që ti bën dhe kur i hipën nervi, fillon e ti lexon një nga një, detaji i fshehur. Kjo shenjë nervozohet me papastërtinë, me paaftësinë dhe me njerëzit që thonë e bëjmë shkel e shko. Nëse ke lënë thërimet mbi tavolinë, virgjëresha nuk do të bërtas menjëherë, por do të shohë me një përbuzje që të bën të ndihesh sikur ke bërë krimin më të madh në njerëzim. Ajo do filloj të pastroj duke pshërtir fort, gjithmonë unë. Asgjë nuk dini të bëni, pse shpërthen? Sepse truri i saj është si një kompjuter që kërkon rregull absolut. Kur sheh kaos, i digjen qarqet. Nervozizmi i saj zgjat shumë sepse ajo e përtyn inatin, e analizon, e kthellon dhe ta nxjerr para bukës, pas buke dhe para gjumit. Parashikimi: me virgjëreshën mos u mundo të dalësh fitimtar në debat. Ajo ka prova, ka fakte, ka data. Ajo mban mend që në vitin 2018 ti nuk e lave pjatën mirë. I vetmi ilaç? Thuaj: ke të drejtë, ti je gjeniale, më fal që jam kaq i rrëmujshëm. Vetëm kështu i ulet tensioni. 3. Luani, teatri i madh i nevrikosjes. Kur luani nervozohet, nuk është thjesht një debat, është një shfaqje operistike. Duhet ta marrë vesh e gjithë lagja, madje edhe lagja tjetër. Luani nuk pranon kur që ka faj, fajin e ke gjithmonë ty që nuk ditë ta vlerësosh. Detaji i fshehur: nervozizmi i luanit vjen nga krenaria e lënduar. Nëse dikush nuk e përshëndet me respektin e duhur, ose nëse dikush tjetër merr vëmendjen në një festë, luani nxihet. Ai fillon e bëhet ironik, fillon e flet me zë të lartë dhe bën skena xhelozie apo pushteti. A e dini ju kush jam unë? Është fjalia që i rri në majë të gjuhës. Pse shpërthen? Sepse e ndjen veten qendrën e botës dhe kur bota nuk sillet rreth tij, ai mendon se bota është prishur. Ai do të bëjë të ndihesh fajtor që linde, vetëm se nuk i pëlqeve veshjen apo nuk i dhash të drejtë në një diskutim kot. Parashikimi: luani kërkon nënshtrim. Nëse nervozohet, mos e injoro. Injorimi për luanin është si benzina në zjarr. Thuaj: mbreti im, ke të drejtë, ti shkëlqen. Do shohësh si do filloj të krej krifën dhe do harroj pse u nxe. Por ama, bëhu gati për dramën e radhës pas 10 minutash. 4. Akrepi, helmuesi i heshtur që të ndjek në gjumi. Nëse shihni një akrep që po qesh ndërsa ju po ziheni, ikni sa më larg. Ai po planifikon hakmarrjen. Nervozizmi i akrepit nuk është shurm, është helm që pikon avash avash. Detaji i fshehur: akrepi nuk nxehet për gjëra të vogla, ai nxehet për gjëra të thella. Ai të vëzhgon. Nëse i ke bërë diçka pas shpine, ai nuk të thot gjë në moment. Ai pret.
Nervozizmi i tij është si një ujë që zien nën kapak. Kur shpërthen, ai të godet aty ku e di që do qash. Ai di të gjitha pikat e tua të dobta dhe do t'i përdor të gjitha kundër teje. Pse shpërthen? Nga mungesa e besnikërisë dhe nga dyshimi. Akrepi është detektivi i zodiakut. Nëse nuhat gënjeshtër, nervi i tij bëhet i zi. Ai mund të të mbajë mëri për 20 vjet dhe prapë të thotë, e mbani mend çfarë më bëre atëherë? Parashikimi. Kur akrepi është i nxehur, atmosfera bëhet e rëndë sa nuk mbushesh dot me oksigjen. Ai të vret me shikim. Mos u mundo ta gënjesh se do ta përkeqësosh situatën. Vetëm sinqeriteti total mund ta shpëtoj kokën tënde. Por prapë, fli me një sy hapur. 5. Binjakët. Uragani i fjalëve që të lë pa mend. Binjakët janë dy njerëz në një trup. Kur njëri është i mirë, tjetri është shejtani i vet. Nervozizmi i tyre është si një mitraloz me fjalë që nuk mbaron kurrë, detaji i fshehur. Binjakët nervozohen sepse truri i tyre punon me 1000 km/h. Dhe ti je akoma te kilometri i parë. Ata nuk kanë durim të dëgjojnë shpjegime të gjata. Nëse po u tregon diçka dhe e zgjat, ata do fillojnë të lëvizin këmbën, të shohin orën dhe në fund do shpërthejnë. O boll se na mbytet, thuaj e shkurt, pse shpërthen? Nga mërzia dhe nga bllokimi i komunikimit. Binjakët duan liri. Nëse i mbyll në një shtëpi apo në një rregull, ata bëhen bisha. Do fillojnë të thonë gjërat më të poshtra që ekzistojnë, do të tallin, do të bëjnë të ndihesh budalla dhe në fund do të thonë, hajde se po bëja shaka, pse u nxehe? Parashikimi. Nervi i binjakëve është si fishek zjarr. Shpërthen fort, bën shumë zhurmë, të verbon dhe pastaj fiket. Ata nuk mbajnë mëri, por ama të kanë lënë me pasoja psikologjike. Mënyra më e mirë? Ndrysho temë. Tregoj një thashethem të ri dhe do shohësh si do harrojnë që sa po deshen të hanin të gjallë. Gaforja. Uji i ftohtë që të përvëlon si akulli. Nëse mendon se gaforja është vetëm dashuri dhe përkujdesje, gabohesh rënd. Kur gafores i hipën ajo e verdha, bëhu gati për luftën e ftohtë më të gjatë në histori. Ky nuk është nervozizëm që bërtet, ky është nervozizëm që të ngrin shpirtin avash, detaji i fshehur. Nervozizmi i gafores fillon me heshtjen. Nëse e pyet çfarë ke dhe ajo të thotë asgjë, atëherë mbahu fort se ke ngrënë qarkun. Ajo asgjëja do të thotë që ajo ka një 500 ankesa në kokë dhe po pret momentin që t'i nxjerrë të gjitha me radhë, që nga viti 1995 e deri sot. Gaforja nuk haron kurrë se si e ke parë. Si i ke folur dhe si nuk i ke dhënë rëndësi kur ajo kishte nevojë. Pse shpërthen? Sepse ndihet e pasigurt ose e lën pas dore. Gaforja jeton për familjen dhe për njerëzit e afërt. Nëse ti haron një përvjetor ose nëse thua një fjalë që asaj i duket si mungesë respekti, ajo mbyllet në guaskën e vet dhe fillon e nxjerr helm me pika. Nervozohet kur nuk e kupton pa folur. Ajo thotë, ti duhet ta dije vetë se pse jam e nxehur, çfarë do ndodh? Do filloj me ato përplasjet e lehta të pjatave në kuzhinë, me mbylljen e dyerve me pak zhurmë dhe me atë shikimin vrasës që të thotë, më kërko falje, edhe pse nuk e di pse. Gaforja të bën të ndihesh fajtor edhe kur nuk ke bërë asgjë. Dhe kur shpërthen me fjalë, prekin direkt të ndjenjat. Të thotë, unë bëj gjithçka për ty, po ti, parashikimi, me gaforen nevrike nuk bëhet shaka. Mos u mundo ta përdorësh logjikën se do dështosh. Ajo kërkon përqafim dhe siguri. Thuaj, më fal që të lëndova, ti je shpirti i kësaj shtëpie. Do shohësh si do filloj të qaj pak e pastaj do të bëj darkën më të mirë në botë. Por kujdes, ama, shënoje në blok atë që ndodhi, se do ta përmend prap pas 5 vitesh.